A është turp t'jesh nga tropoja? Sepse sipas disa të qytetëruarve, po, shikoj pak të video. Nuk e njoh këtë fatorinën, por njoh gratë si kjo në autobus që e kanë gjuhën e mpret dhe shumë të hidhur, gjuhë e theksuar raciste. Pastaj ankohen kur fëmijët e tyre shkojnë jashtë dhe i trajtojnë me racizëm. Është e rëndësishme në fakt kuptojmë këtë. Njerëzit nuk ndahen me male dhe fusha. Njerëzit ndahen me karakter dhe pa karakter. Kjo ka rëndësi. Bibla thotë jeta dhe vdekja janë në pushtetin e gjuhës dhe ata që e përdorin do të hanë frutin e saj. Në fund të ditës, çfarë tregon se kush jemi? Vendlinja apo si trajtojmë të tjerët? Më shkruaj poshtë. Zoti bekoft.